Do flasim pak më shumë për rreziqet me të cilat mund të përballen fëmijët duke luajtur me lodra dhe me aktivitete të cilat në fakt shpesh herë mendohet sikur po bëjnë mirë që po luajnë ashtu dhe nuk po rrinë në telefon, mirë po. Ca kemi rreziqe nga lojrat e ndryshme, sidomos trampolinat, rrëshqicet, luhacet dhe kështu me radhë. Do flasim së bashku me pediatrin Rushit Sali, i cili është specialist pediatër dhe me cilin do trajtojmë këtë temë. Mirëmëngjes, zoti Salihi. Mirëmëngjes, nderuar. Respekte. Faleminderit. Do flasim pak për fëmijët, për rreziqet nga lojrat e ndryshme. Më thoni pak, a është më mirë fillimisht fëmia të jetë në telefon ose me mjete tjera teknologjike apo tek lojrat? Ku ta gjejmë mesin? Tash mesi është diku atje ku është ambienti i shëndetshëm për fëmin, sa i përket zhvillimit të fëmijës, zhvillimit të trurit që kemi në këtë fazë të jetës së fëmijëve, apo flasim për fëmijët deri në moshën 5 vjeçare, ose deri në moshën 1 vjeçare, po edhe në fazën në fëmijët, domethënë në fazën e shkollarëve apo të adolescentëve që kanë nevojë për lojra të ndryshme, argëtuese, pikërisht në natyrë dhe jo apo edhe në ambiente shtëpiake, duke përjashtuar rreziqet që vijnë nga përdorimi i tepërt i mjeteve elektronike, siç janë telefonat e modern tani që janë iPhone-at apo edhe telefonat tjerë mobil, iPod-at, apo edhe kompjutrat, apo edhe pajisjet e lojrave që lozin fëmijët, si zakonisht që prindet me një fjalë shpesh e hasi edhe në punën e përditshme, që kur don të ndëgjosh fëmijën në mënyrë sa më i qetë të jetë fëmia, prindi i ofron mobilin duke i lëshuar në film apo në emision që fëmia e shef shpesh dhe kështu arrin atë konsensin me fëmin që t'jetë sa më i qetë duke dëgjuar zemrën apo mushkërit. Kështu që kjo është ajo ana shumë negative, do me thonë që këtë kohë, sepse duke marrë parasysh zhvillimin e fëmijës deri në moshën 1 vjeçare, zhvillohet maksimum inditronor dhe mbaron zhvillimi, kështu që në këtë kohë anshkrimi më i madh që mund t'i bëhet fëmijës të jetë fëmia i. Si duket kemi një shkëputje të shpejtë të linjës me doktorin, mirë po, në njëjti po thoshte që në fakt edhe ajo që është në fakt tashmë me teknologjinë shumë pak fëmijët dhe të rinj dalin jashtë, ku në kaluarën jeta e jashtme në mahall, në lagje ka qenë shumë e zhvilluar dhe shumë shpesh fëmijët aty kanë kaluar pjesën më të madhe të kohës, ndërsa tani koha më shumë t'i kalohet përmes celularëve, telefonave, apo edhe teknologjive të ndryshme të cilat kanë bërë që bota të jetë më e vogël. Mirë po, doktori po thoshte që në fakt në këtë fazat të zhvillimit është mirë që të gjetë një mes i shëndetshëm midis gjitha aktiviteteve që ne i planifikojmë për fëmijën. Mirë po, doktor, ju përmendët edhe pjesën e pak të lojrave. Unë do doja para se të kalojmë pak të celularët të cilët ne i flasim çdo ditë dhe i flasim aktivitetet negative të tyre. Përse lojrat jashtë mund të jenë të rrezikshme dhe a janë në fakt të rrezikshme për fëmijën? Lojrat si lojra nuk janë të rrezikshme, janë të dobishme për fëmijët, po varet çfarë lojrash. Nëse flasim për lozje të fëmijëve në ambiente të hapura apo edhe familjare, edhe në vende të caktuara, siç janë këndet e lojrave për fëmijët, ku çdo herë duhet kemi parasysh mbikëqyrjen e të rriturve apo të prindërve. Do me thonë që asnjëherë fëmia mos t'jetë i lëshuar në atë vetë kontrollën të ashtu quajtur, sepse këtu për të flasim për një metodë, siç kemi biseduar edhe temën e sodit, do me thonë trampolina të ashtu quajturat, një nga lojrat që është e parapëlqyer nga fëmijët dhe prindërit, por duke u përdor, do me thonë në atë masat, në atë sasi ose në atë
në atë mënyrë që nuk jep një siguri tek fëmia edhe nuk mbikëqiret nga i rrituri prindi apo edhe ndonjë person tjetër që e njeh mirë domethënë atë rreziqe që mund vinë nga një lodër apo trampolina në rast se e potencojmë, atëherë rreziqet apo dëmtimet mund të jenë aq të rënda saqë edhe mund të përfundojnë me një lëndim të rëndë që mund të jetë i papajtueshëm me jetën, vdekjen, edhe lëndime tjera trunore apo të shtyllës kurizore që mund të jenë me pasoja gjithë jetën, domethënë paralizat të lloj-llojshme apo edhe dëmtime tjera trupore. Nga përdorimi i mos kujdesshëm, si të them, nga vetë fëmia dhe nga prindërit. Kështu që kur flasim për trampolinat, duhet kemi parasysh që ajo rreptësisht ndalohet për fëmijët deri në mbushjen e moshës 5-6 vjeçare. Domethënë mbi këtë moshë lejohet me një kusht që para se të vendohet dhe ku të vendohet ajo pajisje, të vendoset në vende të posaçme në bahçe apo në obor, sipas standardeve dhe normativave për këtë lloj lodre, dhe vetëm atëherë kur janë të përmbushura gjitha këta kushte, edhe kushti që është edhe sa i rëndësishëm që kur flasim para se me hap një lodër apo atë, duhet të lexohen gjitha materialet, edhe rreziqet, edhe pastet, edhe ato çështje që mund të sjellin deri në lëndimet. Po, edhe pastaj kur e kemi kompletu si pajisje, lejohet me kusht, janë disa kushte aty, domethënë sipas shtetit edhe atyne që prodhojnë, prodhuesit e pajisjes, jepen ca kushte që për shembull lejohet vetëm një fëmijë njëkohësisht të jetë në trampolin, jo më shumë se një fëmijë, dhe fëmijën ta kemi në mbikëqyrje të plotë, jo më shumë se 15 minuta maksimum. Fëmijët tjerë mos të jenë në një afërsi parafërsisht 2 metra e gjysmë, dhe mbi trampolin mos ketë, domethënë si çdo herë, sa është dielli i hap, duhet ta vendojmë diku në hije, në ndonjë pemë që mund të jenë degat e drurve, domethënë në një altësi jo më shumë se jo më pak se 2 metra e gjysmë, domethënë duhet të ketë një hapësirë të hap që mos vit ndonjë kohë, edhe pastaj merren ato masat se çfarë kërcimesh apo lëvizjesh fëmia mund të bëj në vetë pajisjen, domethënë rreptësisht ndalohen të ashtu quajturat salto apo diçka tjetër shumë, edhe pastaj janë edhe ato kushtet si futemi në trampolin, edhe si del fëmia nga trampolina. Domethënë kur respektohen gjitha këta norma edhe standarde, edhe sipas trampolinës, se nuk kemi një firmë që e prodhon këtë pajisje, mund të prodhojnë disa firma, edhe secila firmë ka ato kushtet e veta që i jep atij, që janë të mirë të shënume, se edhe në fund duhet patjetër çdo pajisje që futet tek na këtu, flasim për Evropë, po edhe Maqedonia që nesër do të jetë një pjesë e Evropës, domethënë duhet të respektohen certifikatet e Bashkisë Evropiane që garantojnë një standard apo një kualitet të mirëfillt sa i përket këtyne lojrave kur flasim për trampolinën, po nuk mund të neglizhojmë sepse trampolinat për shumicën e familjeve tana në Maqedoni është një kosto shumë e lartë, po kemi edhe pajisje tjetra biçikletën, mos ta harrojmë. Fëmia këtu tek na në Evropë dhe në gjithandej deri në klasën e 5 të 6, kur e kanë edhe atë lejen e vozitjes së biçikletës, deri atëherë fëmia nuk lejohet të dalë në rrugë vetë, edhe pa mbrojtje, kapelen edhe veshjet mbrojtëse, nuk lejohet vetë të jetë në rrugë. Domethënë janë ca kushte, pastaj janë edhe këto
pajisje tjera që janë sfirot edhe disa pajisje tjera që fëmijët shumë i adhurojnë, po nuk merren ato masa edhe sa sipas informacioneve edhe të parët që kam pa tek na poshtë në Maqedoni nuk respektohen as pak masat mbrojtëse. Këtu do të kisha potencu edhe neglizhencën e prindërve që kur e blejnë nuk merren me këtë masë sigurie, sepse këtu vinë lëndimet sa që nuk mund ta imagjinojnë prindërit edhe fëmia si fëmijë këtë vetë kritik ose do të thonë se çfarë pasojash mund të ketë kjo çështje nuk i merr parasysh, si të them. Kështu që Po, në fakt ju përmendët disa rregulla të cilat ne duhet të kemi parasysh, mirë po, doktor, kur bëhet fjalë tek luhacet, për shembull, unë i kam përdorur shumë si fëmijë luhacet, edhe mendoj që çdo i ri, çdo fëmijë ka shumë qejf luhacet, apo ato rrëshqitset, ku rrëshqitet nga lart poshtë. Edhe këto, a bëjnë pjesë në këto lojra të rrezikshme? Patjetër që janë të rrezikshme, po janë edhe të dobishme për fëmin për moshat caktuar. Domethënë çdo luhatëse ku themi e ka atë edhe litari i luhatës i ka atë masat ku shitsi garanton që kjo luhatëse për shembull është për këtë mosh ose për këtë peshë, maksimum deri në këtë peshë. Atëherë nuk bazohemi shumë në moshën, por bazohemi në peshën, se një fëmijë mund të mbri peshën edhe me një moshë më të vogël ose me një moshë më të madhe, po kemi atë respektin e prodhuesit të pajisjes të lodrës, si ta themi, që të respektojmë ata masat mbrojtëse. Domethënë një litar që mund të banë një peshë 25 kilogramshe të vendosh një fëmijë aty, domethënë që ka 30 kilogramshe ose më shumë. Domethënë këtu e ke rrezikun vetëm në fillim që mund të ndodhë diçka e pakëndshme tek fëmia, po kur respektohen masat dhe është prindi afër dhe në rast është mosha më e vogël, duhet të jenë edhe ata mbrojtësit që e mban fëmin mos të bjerë, edhe përgatitje përpara, se fëmia duhet përgatitet. Kështu që kur folëm përpara për trampolinat, këshillohet që fëmia në fillim ose edhe prindi të shkojnë në qendra të specializume apo në ato këndet që janë me udhëheqës profesionist që shkojnë në të ashtu quajtur në shkollë apo kurs se si përdoret në masat jashtë të sigurta, edhe atëherë ti mund të vish deri atje që të bisedosh në familje, që të blesh një pajisje të atill, që ta kesh në shtëpi, pastaj është edhe faktori tjetër që ndokushi nuk e mban, po është shumë me rëndësi, nëse e keti një trampolin që e përdor shumë vite, kështu që edhe konstruksioni i vetë pajisjes e humpat atë kualitetin edhe atë fortësinë, saqë edhe materialet që janë aty, apo janë tekstile, apo janë edhe diçka tjetër, domethënë e humbin ato. Edhe pa një kontroll të rrep në fillim të sezonit, tash po të themi, nëse nuk merren këto masa, rritet risku i dëmtimeve nga përdorimi i mos kujdesshëm i këtyre pajisjeve në mënyrë drastike, saqë vetë pajisja është e rrezikshme në atë kuptim. Kështu që padyshim fëmijët sa i përket na si pediatër, këshillojmë që të jenë sa më shumë në kontakt me natyrën, që të lozin, ka lloj argëtimesh edhe lojrash që mund të sillen edhe këta që i përmendim, edhe pse kanë rrezik të madh lëndimesh, po kur përdoren duke parashikuar gjithë këta rreziqe, ti përjashtojmë apo ti zvogëlojmë, edhe ajo që mund vi deri tek lëndimet zvogëlohet aq shumë, saqë edhe zmadhohet, po mos i marrim këta masa ose mos i respektojmë ata
këshilla apo sugjerime të prodhuesit apo të ekspertëve. Edhe në këtë rast, na si mjek që i shohim këta pasoja nga lëndimet e atilla. Këtu ndoshta nuk është ajo se tek na në Maqedoni, po edhe këtu tek na, nuk kemi studime të mirëfillta, për shembull statistikore, sa lëndime kemi nga këto pajisje, po futen në numër të madh. Po të flasim për të merremi me statistikat e shteteve të zhvilluara ose të mëdha, siç është Amerika ose shtetet e mëdha, Anglia, Gjermania, Franca e kështu, do të shohim që nga përdorimi i moskujdesshëm ose i në atë kuptim, kemi pasoja shumë të rrezikshme nga këta pajisje kur përdoren duke mos i respektuar masat apo edhe ata standardet që garanton prodhuesi. Ju përmendet pak vëdësimin e prindërve, mbikëqyrjen e prindërve, se sa është e rëndësishme ky aspekt, leximi i atyre instruksioneve, materialeve që prodhuesit japin. Por sa është e rëndësishme që prindërit, varësisht nga mosha e fëmijës, të konsultohen me pediatrit për format e aktiviteteve që mund t'ia japin fëmijës së tyre që ta mbajnë të angazhuar. Padyshim që do të ishte shumë e pëlqyeshme që prindët të këshillohen me pediatrin apo edhe mos të këshillohen me na të blejnë apo të interesohen në vende të caktuara, të specializuara që vi fjala. E kemi vendosur të blejmë një pajisje kështu ashtu, pa marrë parasysh për çfarë lodre apo pajisje për argëtim dëshirojmë që të blejmë, për në shtëpi apo në një vend të caktuar, ku do të marrim informacionet edhe të mirat që sjell kjo lodër, edhe të këqijat, edhe pastaj ne jemi ata që do bëjmë kalkulimet tona çfarë duam më të mirën për fëmijën tonë. Rase këto çështje nuk i marrim parasysh apo i neglizhojmë, atëherë rreziku është ajo që folëm, mos përsëritemi, po këtu tek na besoj që edhe prindet përmes edukimit edukativo shëndetësor, edhe në shkolla, edhe në shtëpitë e shëndetit, ku flasim për në pediatrin primare, që është një ndër më të zhvilluarat në Evropë dhe në botë, që do kisha dash edhe tek na një punë, do të them këto përvoja që i kemi këtu, ti zhvillojmë bashkë poshtë. Do të ishte mirë që të sensibilizohet masa, në këtë kuptim populata apo prindërit, edhe shkollat, përmes shkollave, edhe përmes sistemit shëndetësor, që këtu do të kishte vendin krahas pediatrisë primare, edhe Instituti i Shëndetit Publik, me mbikëqyrjet të Ministrisë së Shëndetësisë, edhe të shëquetës qeverisë lokale, bashkësive lokale, edhe atine qendrore, një bashkëpunim, multidisciplinar dhe shumë shtresor, që vim në të standarde apo normativa që zvoglojmë sa do, se këtu nuk flasim për një lëndim një herë, sepse nuk kemi statistika dhe nuk merremi me ato edhe nuk e dim se çfarë lëndimesh ka. Po të kishim statistika, delshim me numra këtu, tash të flasim me numra, po do të shifshim që është një ndër problematikat shumë më të rënda krahas dëmtimeve që fëmijët në këto moshat të ndjeshme, apo deri në pensë, apo moshat e shkollarëve, apo të adolescentëve që vinë nga ndeshjet e komunikacionit, si biciklist, si pjesëmarrës në komunikacion, ashtu edhe kështu, pa u marrë këto masa, kështu që kur flasim edhe fëmija të shkojnë nga shtëpia deri në shkollë,
ka një moshë të caktuar që mund të jetë i aftë që vetë ta bëj atë rrugë. Nuk mund ta bëj atë rrugë në klasën e parë, do shkoj me vllaun me motrën. Po, kur është vllau motra aq i madh dhe aq i aftë që të kujdeset për vllaun apo motrën atë, kurse tek na shef që fëmijët aq të vegjël bëjnë një rrugë mbi 2 kilometra, 3 kilometra dhe shumë e rrallë dhe shumë kilometra nga shtëpia deri te shkolla, duke marrë parasysh që tek na nuk kemi edhe ato masat mbrojtëse minimale nga bashkësitë lokale, komunat edhe shteti si shtet, domethënë që nuk garanton atë rrugën e komsorëve, domethënë trotuarat e vendet e ndriçuara, të rregulluara si duhet, kështu që fëmia ecë në rrugë bashkë me makinën, bashkë me biçikletën edhe ku di çfarë. Domethënë janë ca gjëra që kur të flitet në ato 30 domethënë në nivel ekspertësh, domethënë duhet shumë për të bërë. Kështu që do kisha dash që këto çështje të sensibilizohet aq në masë, domethënë edhe ana domethënë ajo në kuptimin politika shëndetësore, edukative, po edhe ajo në koordinim me Fakultetin e Sporteve që krijojnë disa standarde sa i përket argëtimit dhe aktiviteteve fizike, po edhe rrethet lokale duhet të merren këtu që të krijohen këto kushte, standarde, normativa që fëmijët të argëtohen, po të argëtohen shëndetshëm dhe kohën e lirë ta kalojnë apo ta përmbushin me një fjalë, me një punë që i sjell dobi në aspektin e shëndetit dhe të zhvillimit psikofizik dhe shëndetësor e jo në kuptimin të hap telashe fëmia apo prindi i pakujdesshëm ose këtu mos bëhemi në kuptimin i pakujdesshëm, se edhe kur nuk i ka ata masat, prindi nuk ka se çfarë të bëjë, apo nga mosdia, se dikush nga se nuk ja krijon ato standarde, ai nuk e din se duhet ti standarde dhe shkon e blen në dyqan, siç mund ta blesh tek na në një pazar, domethënë pas një garancion, pas një pajisje, domethënë çfarë standardesh përmbush një pajisje shumë nga i ashtu quajtur i tregu i zi, kështu që sa i përket fëmijës, do të kisha këshillu që asnjë lodër, asnjë pajisje për fëmijët mos të blehet në tregun e zi, sepse këtu është edhe pasti aq më i madh, sepse prodhuesit kanë shku aq larg sa që bëjnë edhe emitime, sikur të jetë një pajisje me kualitet, po ndërkohë në realitet nuk i përmbush asnjë kriter për të qenë një lodër apo një pajisje me standardet minimum që mund të garantoj Bashkimi Evropian apo edhe bota e zhvilluar. Në fakt, për këtë disa çështje mjaft të rëndësishme dhe ky mesazh i përfund që t'i blejmë lodrat dhe gjitha mjetet argëtuese nga vende të sigurta dhe të jemi të sigurt që janë krijuar në bazë të standardeve të caktuara. Doktor, ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit tonë sot dhe që dhat këto mesazhe të rëndësishme. Faleminderit edhe ju që na rikujtoni sa do rrallë, po me kësi tematika që janë të ndjeshme për popullatën tonë, për prindet dhe për dobit që mund të kenë fëmijë, po edhe rreziqet që mund të vinë nga përdorimi i pakujdesshëm edhe i fëmijëve nga mosdia, po edhe i prindërve nga neglizhenca. Kështu që ju uroj një ditë të mbarë dhe miru takofshim. Faleminderit shumë, ditë të mbarë edhe juve. Ditë të mbarë. Respekt. Faleminderit.